Unë gjithmonë kam qenë transparente në idetë, mendimet e mia, deklaratat e mia që i kam dhënë, posa asaj transparencës kam qenë edhe qëndrueshme pas asaj çfarë kam thënë. Pra, çdo gjë që e kam bërë deri sot e kam bërë me një vetëdije të plot, normal edhe me një admirim ndaj një nacionaliteti, kombi apo një vendi. Mire cekët që kam qenë edhe në paraburgim për këtë çështjen që e kam admiru dhe jam iranofile, ashtu si thojnë turkofile, iranofile, çado që thojnë. Pra, kam një respekt të veçantë për popullin iranian, se vendi si vend është vend, të cilët njerëzit e ruajnë, e bëjnë të shenjtë apo e bëjnë të mallkuar. Prandaj, unë në këtë aktakus që kam pas edhe kam dalë e pafajshme, po pres një farë dëm shpërblimi, edhe pse po ma vanojnë, po sidoqoftë me rëndësi është që unë falë organeve të drejtësisë së Kosovës, ata e kanë vrejtë se Iqbalja nuk ka ndonjë lidhje politike me Iranin,